Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka paralajmëruar për një rrezikshmëri të lartë zjarresh në vend si pasojë e temperaturave të larta që pritet të pushtojnë vendin tonë në ditët në vijim. Sipas parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave dhe Qendrës Europiane për Koordinimin e Reagimit ndaj Emergjencave, temperaturat pritet të shkojnë deri në 40 gradë, e cila mund të rrezikojë përhapjen e zjarreve. Zonat më të rrezikuara nga përfshirja e zjarreve janë pyjet dhe zonat rurale. Me nisjen e verës, vendi ynë është përballur me disa vatra zjarri, kryesisht në qarkun e Fierit, në zonën e Lushnjës, ku disa zjarre përfshin sipërfaqe të konsiderueshme me ullishte. Serat të fermerëve si dhe rrezikuan 10 banesa. Po ashtu, edhe në zonat malore të Beratit dhe Elbasanit janë regjistruar vatra zjarrit, të cilat kanë qenë më të vështira për tu neutralizuar, pasi terreni i vështirë e bën gati të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikse. Sipas ekspertëve, në të shumtën e rasteve, zjarret janë shkaktuar qëllimisht nga fermerët që djegin mbeturinat, ndërsa u bën thirrje fermerëve të mos vendosin zjarre sepse stina e nxehtë e verës dhe erërat rrezikojnë për shkallëzim të situatës. Në të kundërt, autorët do të përballen ashpër me ligjin.